Ndoshta asnjëherë nuk e keni menduar se sheqeri dëmton shëndetin tuaj. Përveç rolit pozitiv në organizëm, ai shkakton probleme shëndetësore, së bashku me karbohidratet e procesuara. Shumë persona konsumojnë ushqime me sheqerna të larta, pa mbajtur në kontroll gjendje shëndetësore. Sot për sot, mjekët i referohen faktit se sheqeri duhet të përdoret në masë të caktuar. Endokrinologja Ylka Themeli shpjegon për Channel One efektet negative të substancës së sheqerit në organizëm. Konsumimi në sasi të madhe i sheqerit nga organizmi i njeriut çon në pasoja dhe në sëmundje kronike të cilat janë të evitueshme vetëm duke evituar sheqerin nga dieta e përditshme. Kështu në këtë kuadër është parë që ngrënia në sasi të madhe dhe pa kritere, pra pa kufizime të sasisë ditore të sheqerit, çon jo vetëm në luhatje të niveleve të sheqerit në gjak, siç janë uljet apo ngritjet e sheqerit menjëhershme, por edhe në probleme madhore që janë të ditëve të sotme, siç është mbipesha, obeziteti, sëmundjet kardiovaskulare, ku këtu duhet të përmendim veçanërisht infarktin e miokardit apo aterosklerozën në përgjithësi, problemet madhore të zorëve si sëmundjet inflamatore apo kanceri i zorës, një fenomen që quhet dispioza e zorëve, që ka një lloj problemi me mbingarkesën e zorës me mikroorganizma ose me çekuilibrimin e nivelit të tyre në zorë, gjithashtu në shfaqjen, pra niveli i sheqerit ndikon në shfaqjen e kancereve të ndryshme, siç është kanceri i mushkrive, kanceri i stomakut, kanceri i zorës së trash, kanceri i testeve tek meshkujt apo i vezoreve ke femrat, kanceri i mitrës apo i gjinjve. Pra, pjesa më e madhe e kancereve të njeriut shikohet që kanë një incidencë më të madhe tek personat që konsumojnë sasi më të madhe sheqeri sesa te kontingjenti tjetër që e konsumojnë këtë sasi të kontrolluar. Gjithashtu e rëndësishme është të përmendim që konsumimi i tepërt i sheqerit çon më shpesh në sëmundje të tilla si osteoporoza, gurët e fshikës së tëmbësit apo infeksionet, që ne i quajmë kolecistit, në gurët e rrugëve urinare, në rinitet alergjike, në proceset reumatizmale në përgjithësi. Pra shikojmë që kemi një gamë të gjerë sëmundjesh kronike, të cilat janë të lidhura ose janë më të shpeshta tek personat që konsumojnë më shumë sheqer sesa pjesa tjetër e popullatës. Dhe duhet thënë që duhet patur kujdes në sensin që personat që frekuentojnë shumë sheqerin kanë krijuar një lloj varësie ndaj këtij produkti ose ndaj ushqimeve që e përmbajnë atë. Dhe kjo është parë që është më e keqe ose më problematike se sa varësia ndaj kokainës, sepse janë bërë studime vitet e fundit dhe është parë që ajo gjendja e mirë shpirtërore, rregullimi i humorit, vitaliteti, gjallëria, energjia që të shkakton ngrënia e sheqerit është e krahasueshme me ato që të shkaktojnë produktet narkotike, pra sepse vjen e gjitha nga çlirimi i disa neurotransmetuesve në nivel të sistemit nervor qendror, të cilët krijojnë pastaj këtë gjendje e cila kur nuk merret sheqeri i mungon këtyre njerëzve dhe patjetër që këta krijojnë atë lloj nevoje për ta patur gjithmonë produktin e pasur me sheqer. Mjekja shpjegon se e rëndësishme është kontrollimi i ushqimeve që ne konsumojmë çdo ditë. Si pasojë lind pyetja, a duhet të evitojmë sheqernat nga ushqimi apo përdorimi i tij kërkon masën e përcaktuar nga mjeku specialist. Nuk duhet të ngatrojmë gjërat. Sheqeri duhet kufizuar, por duhet të mos harrojmë që ai është burimi kryesor i energjisë për organizmin. Dhe duke qenë se është i tillë, është mirë që ai të konsumohet për ditë, pra duhet të jetë pjesë e rëndësishme e dietës sonë ditore, por duhet të jetë në një sasi të kontrolluar që varion nga 20 deri në 60 gram sheqer në ditë. Kur them këtë sasi, kam parasysh sheqerin që duhet merret kryesisht nga frutat dhe nga perimet. Pra këto janë burimet natyrale të sheqerit dhe kanë atë pjesë ose atë lloj të sheqerit i cili është i shëndetshëm për ne. Ndërsa gjithë produktet e tjera, sidomos ato që përmbajnë sheqerin e rafinuar, pra produktet që e kanë të shtuar artificialisht, pra që janë të procesuara, të rafinuara, produktet e prodhuara për të qenë jetë gjata në supermarkete, që të kenë afat skadente sa më të gjatë, por që në fakt janë të paushqyeshme dhe që prandaj dhe quhen, nuk e di nëse e keni parë, quhen pa kalori, produkte pa kalori që nuk të shëndoshin, sepse këtyre u janë hequr një pjesë e madhe e vitaminave, hekuri, fibrat, mineralet, pra janë të varfëruara nga shumë elemente që janë shumë të ushqyeshme për organizmin dhe ndërkohë u janë shtuar elemente të tjera shtesë, siç është sheqeri rafinuar, siç janë ngjyrusit, siç është në rastin e pijeve të sheqerosura, Coca-Cola, Fanta, pijet energjike. Pra të gjitha këto janë produkte shtesë, të cilat vërtet mund t'i bëjnë më të shijshme, mund t'i bëjnë më rezistente me kalimin e kohës, por që në fakt për organizmin tonë janë të pashëndetshme dhe që na çojnë në pasoja në sëmundje kronike dhe të tjera. Para se të konsumoni ushqimet, mjekja këshillon kontrollimin e tyre. Kjo do të na siguronte shëndet të mirë dhe organizëm të parrezikuar nga sheqernat. Për të gjithë ata që na ndjekin, un kam një këshill
madhore, e cila është të konsumojnë sa më shumë fruta dhe zarzavate, sepse përveç faktit që marrin sheqerin natyral prej tyre, marrin fibrat, marrin vitaminat, marrin mineralet që janë shumë të nevojshme për organizmin dhe të paksojnë sa më shumë të jetë e mundur marrjen e produkteve të tilla si ëmbëlsirat direkte që të gjithë e dim kush janë, karamelet, çokoladat, sheqeri i bardh, kekot, gjithë këto produktet ëmbëlsira që janë, sidomos ëmbëlsirat që janë me sherbet, kanë sasi shumë të madhe të sheqerit artificial, të kufizojnë sa më shumë të jetë e mundur bukën e bardhë, makaronat e bardha, orizin e bardhë, sheqerin e bardhë, dhe t'i mëshojnë më tepër produkteve të këtyre familjeve, po të ngjyrës kafe, makarona kafe, orizi kafe, të cilat vërtet mund të jenë pak më të kushtueshme në supermarkete, por që janë më të shëndetshme për organizmin e tyre. Dhe ajo që unë ju këshilloj është në momentet që shkojnë për të bërë pazar në supermarkete, për të blerë produkte ushqimore, të jenë shumë të kujdesshëm në kontrollimin në pjesën e ambalazhit të tyre, në kontrollimin e produkteve që janë të shënuara në anën e pasme të tij, sepse duhet që produkti të ketë sa më pak shtesa të tilla si sukroza apo glukoza apo laktoza, të cilat janë të dëmshme për organizmin. Dhe pirja e ujit është shoqëruesi më i mirë i njeriu gjatë gjithë jetës së tij, të pihet minimumi 8 gota ujë në ditë, tek njerëzit që janë të shëndosh ose mbi peshë ose që kanë tendencë që duan të bien në peshë ose që duan të mbajnë trupin në linjat e tyre pra pa u shëndoshur, rekomandohet që uji të merret më njëherë para ngrënies, një gotë ujë, në mënyrë që të krijohet një lloj ngopje stomakut, pra mbushje, dhe që mos të kemi orek shumë të madh që të konsumojmë sasi të mëdha ushqimi. Dhe ushqimi duhet të fraksionohet patjetër në 5 deri në 6 vakte në ditë. Të gjithëve, jo vetëm diabetikëve, jo vetëm njerëzve mbi peshë, jo vetëm njerëzve që janë obez, por çdo njeri është mirë të bëjë një ngrënie të fraksionuar të shëndetshme. Pra të ketë 3 vakte madhore gjatë ditës, mëngjesi, dreka dhe darka, dhe midis tyre të konsumohet një vakt i vogël, pra sneku, i cili mund të ketë gjëra të lehta. Thjesht ideja është që kur të vi vakti i radhës mos të jetë i uritur, pra të jetë thyer uria midis vakteve. Dhe janë pikërisht orare kur organizmi patjetër ka nevojë të marrë diçka, sepse ka rënë niveli i sheqerit i cili është marrë nga vakti paraardhës. Shumica e njerëzve përjetojnë ngritje të shkurtër të humorit dhe të energjisë menjëherë pas konsumimit të sheqerit apo karbohidrateve të rafinuara. Pra, është më së qartë që konsumimi i sheqerit ka indikim të drejtë për drejtë mbi humorin. Endokrinologja Ylka Themeli shpjegon se njerëzit kanë tendencë të kenë dëshirë më të fortë për sheqer dhe karbohidrate të rafinuara sesa për ushqimet e tjera, dhe kjo dëshirë shpesh shoqërohet me ndjesinë e lodhjes, ankthit dhe depresionit.